Një pyetje e cila na ka ardhur thot, kam parë disa njerëz të cilët pasi e përfundojnë namazin e ndërrojnë vendin dhe shkojnë falin në një vend tjetër. Pra pasi e përfundojnë farzin, shkojnë i falin sunetet me një vend tjetër. E pasi i përfundon ato sunete, ndoshta nëse është namazi i yatsis, shkon e fal vitrin me një vend tjetër. A është kjo vepër sunet? Pra a është sunet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Për këtë vepër nuk ka asnjë argument të vërtetuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po njerëzit e veprojnë këtë duke shpresuar që për to të dëshmon toka në ditën e gjykimit. Për shkak se Allahu azza wa jall thot me një ajet, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Atë ditë kur toka do t'i tregon tregimet e saj. Pra toka do të tregon se çka ka ndodhur mbi të çdo send. E disa njerëz e veprojnë këtë me shpresë se toka, pra do të dëshmojnë më shumë vende për të, se ky njeri ka bërë adhurim Allahut azza wa jall dhe ka fal namaz në shumë vende të tokës, pra në shumë vende të xhamisë. Themi se kjo vepër është e lejuar dhe nuk është e ndaluar, për shkak se nuk ka ardhur asnjë argument që urdhëron për këtë, po as nuk ka ardhur ndonjë argument që ndalon për veprimin e kësaj vepre. Allahu e din më mirë.